Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim Punime me Ruza Tiranë. Tani do t'ju tregojmë se si do bëjmë gjethet e lules. Unë i kam bërë 2 dhe do bëj të tretën që do ja tregoj juve. Tani kjo gjethja këtu është në mes është 13 cm misi. Do të thonë aty 13 cm ruza do fusni dhe pastaj 2, 3, 4, 5 6 reshta me ruza në këtë anë dhe 6 në anën tjetër. Sa kjo është më e vogël, kjo është 9 cm. Tani marrim një ngjitse. Kemi një tel të fortë si ky. Do vëm pak ngjitse këtu. Do marrim një tel si ky që fusim rruzat. Dhe do e vëm këtu. Tani do fusim ca ruza. Do bëjmë pak më të gjatë se sa kjo që kemi bërë. Do fusim dhe pak fare. Tani kjo është 9 cm. Marrim rruzat që i kemi në varg. Dhe vazhdojmë punojmë tani. Vëm këtu. Dhe më shtjellim dhe shkëm deri këtu. Gjithmonë e rrotullojmë në të njëjtën anë. Kështu. Gjithmonë në të njëjtën anë.
Kështu. Bëjmë dhe një rjeshtë, 6 rjeshta. Më shtjellim pak këtu në fund. E këpusim. Tani, të ta kthej me pinca këtu në fillim, që mos na prishet. Ja, si që shtu, thjesht e shtypim. Tani do marrim një tel, që është këtë teli këtu, po është një tel shumë i hollë. Dhe do e lidhim në mes, qetën, që të na rri drejt dhe mirë. Tani, vazhdojmë këtu, fusim kështu telin. Dhe kalojmë nga poshtë sipër. Gjithmonë kështu. Kështu. Duke e tërhequr fort, secilin rresht do e qepim në këtë mënyrë. Vazhdojmë kështu. Është ky rreshti. Këtu duhet kemi kujdes që të marrim të durin, mos t'i ngatrojmë rreshtat. Vazhdojmë në këtë mënyrë. Ja, pra kështu. Derisa ta përfundojmë. Në herën e fundit e kalojmë 2 herë telin, që të mos prishet. Dhe këpusim telin. Ja, pa kjo është qitja. Që shikoni rrinë dhe shumë mirë. I dhëm dhe pak në qitë poshtë. Dhe tani do shqitemi në videon e radhës që do t'ju tregoj të bëjmë pjesët e tjera të lules. Gjithmonë nëse ju pëlqejnë videot e mia, bëni like dhe subscribe në kanalin tim.